Ligjërata, apo unë jam kryell unë. Alhamdulillah, alhamdulillah. Po jo more burr. Unë ja kom bë pyetje. Qenë smur ore burr, qenë ke smur. Po përgjigje me pyetje. A ka me pa gurizi? Sy. Po çe po vite pyetja o zotri. Po na kalov joja. Bimani guri djali jam, bimani guri shushmuros të shtëpia. Po. Edhe tash si ka ra ky, si ka ra ai, si ka ra ai. Edhe në momentin djalit i ka hunë shkobre dikun tjetër ku lypen i guri cili bjen. Ka ardhur Gjibrili dhe ja ka pruçit gurin e zi, që shkencëtarët e kanë vërtetuar se nuk o guri toksor, po meteor. Edhe këta ky nuk e ka ditë Isadi, li të di pe Isadit. Zoti dashur. Po. I cili shkencëtar hoxh. Çata shqirki i ka bota sot. Po, edhe a di sa lieto me tha këta? Unë muni me tha çmos këtu. Në këtë program unë i kam me tha. Edhe çka ju Sadri. durojnë gumar. Edhe ju vllazën dashur qeni duke na shikuar. Po, qeni duke na shikuar, ka ardhur djali me një guri ka thonë bab, ku morë këtë guri? Po ku referimi zotni? Gjibrili ma ka pru. Zotni, po pse se edhe për ata i dërguri Allahut ka thonë kush ka mundësi le të prek. Pa ai që s'ka mundësi për hir të kallabllakut të madh. Për hir të kallabllakut të madh le të çon dorën drejtim ti, edhe le të pudh dorën është njëri sikur mi puth. Çka ka përgjigj? Edhe tash. Shumica haxhive që shkojnë për shkak të kallabllakut të madh se prekun hiç duke u friksua se e shkel dikan. Unë e di edhe ndryshe që i ka pajtu familja aty për vejtë madh. A doni me bë bisedë me njëri tjetrin, a doni me përgjigjen pyetje? Ajo ka qenë mas ndërtimit Ibrahimit, ka lëshu Zoti shit madh. Ka lëshu Zoti shit madh, e pe shiut madh është rënë. Sadri. Po, apo ja lexosh. Unë më përgjigj, çka nuk le ky me ful, nuk le ky me ful. Po. Cilën pyetje kam bën këtij? Ja ke bë për gurin e zi ky talla. A kanë pas sy? Po si do veç? Po se ekziston ajo është si mas te. Dëgjues të nderuam. Cila sure? Dëgjoj, nuk ka sure, o hadith. Ku, cilin vend hadith? Po kamore burrë la hadithe trilluar me plot kohë. Ka dhe hadithe ju sahi dhe ka hadithe sahi. Ato janë të shkrim me islam. Po, më ti ke lexuar ashtu ju sahi, ka hadithe dobta. Se a duhet me besuar veç sahi? Po, vetëm sahi besuar. Po, ç'është Po, thotë? ato janë të islame. Ja. Ja, po kolle, edhe sa në palin e bimit të shkruaj. A do më provë të vjen e barigard. Hajde. Unë është ti më shkruaj. Vlla, hajde, kseni të tre. Unë është më shkruaj. Unë është më shkruaj ti sham. Ja stai ti në më. Për fetar islam, edhe me honxhore çka hat kohë. Po se më nevojë se më nevojë se ky sa kurgosh. Hajde. Dëgjoj. Kjo është hadith ju sahi, çajsa. Okej, dëgjoj. Po, hajde. Pasha Allahun, të fjalët e Muhamedit. Si gradoni jo kjo puna juaj? Ja, janë fjalët e Muhamedit sipas teje. Sipas hadithit. Cilit hadith? Shuj, cilit hadith? Sipas hadithit. Cilit hadith? Dëgjoj. Se po thu referat. Cilit hadith? Ja, s'po të lot. Cilit hadith? Cilit hadith? Kjo pe Tirmidhi hadithi na gjashni, o tafsir, e shpjegime, el Tirmidhi. Dëgjoj. Apo më lejo me lexuar. Po, hajde. Pun s'di sini kështu. Çka kom bë pyetje vllazën e motrën para 5 minutë. Em kanë kaluar ligjërata, em ka bën mu për kulsin xhami. Më bë të për hoxhë. Unë s'ke dorem, nuk i dorem për çata që s'ke dorem. Edhe kemi jashtë vllai dashur. A lexoj. A pse ti po? Pasha Allah. Njerëzit e ditur janë turp. Njerëzit e fjalën e Muhamedit, respektoj fjalën e Muhamedit. Njerëzit e ditur janë tarsyshëm. Mirë. Këta që dëgjojnë ne tarsyrtojnë burr. Ke tha rrena tona, ton kanë me. Nëse smak putni programin. E 3 herë ke ik prej programit. Aterna është çështje e ja programi skutet do të fillojmë kum kallzu skutet kur gjao. Po gjao fli për atë rëndësishme. Bravo kjo. Po je si në temë hiç kërkon. Te lexojmë. Pasha Allahun. Allahu do të ringjall kët gur në ditën e Kiametit. Ati do të jepën 2 sy me të cilë do të shoh dhe një gjuhë me të cilën do të flas. Le ai do të dëshmoj për ata që e kanë prekur me të drejtë. Ky s'ka ka hadithe që janë sahi. Çka ka të keq që këtu shembull pi bëj që nuk bën shembull pi bëj, nuk bën po do këty që faktikisht nuk është në rregull. Çka ka këtu? Syni me pagur e gjuhë e me dëshmua e ke prek bukura mirë, nëse e kom çukat ka tha. Secili njeri po nxo, për shembull. Syni kam guri kam me Dëgjoj. Zoti thot feme jamel mithqala dharratin khayra. S'ka kush që bën të mirë sa grimca. Shqipjëm të vosh, shqipjëm të vosh. Jo s'ke shqip për mes. Po. S'ka kush sa grimca. Secili njeri që bën të mirë sa grimca atomit, ka mi pa ku ka bë. Ai që ka me pa guri apo Allahu? Ja, kjo është secila vepër metaforike për burrë, ti mos secila vepër. Dëgjoj, Al-Tirmidhi. Edhe s'është sadis sa ai ky. Se ka është edhe një hadith thotë. Është edhe një hadith thotë kanë kohë shkollë te Muhamedi se ajo është. Po ndëgjoj, se s'po do më ndëgjuar. A dukem i bukur? A dukem i bukur?
Që shka falë zëti unë... Oke, po mos të prek burë, jam i martuëm. Anë, edhe unë jam i martuëm, edhe unë jam i martuëm. Po kam më të gruja pëse ke Hoxhën me të prek. Ta që parë po më ka. Se na konsideroni të ndyt neve? Jo, po më prek burë, jam asi. Pyetja kjo. Në këta në shta martuën edhe që hucë. Ai që e myt dikon me sopat, ka mu vërtetu e sopata ditën e gjykimit që me sopat e ke myt. Këta desha ta tham, e ke myt me stop, s'kemi po me kurja, stop. ka me pas sy e Po jo gjuhë. bre shpreje metaforike është për shfarë. Po mirë, Gjithë ka te ko metaforika. po mirë, bre zotri, ai zot,